Situata hidrike në territorin e Bashkisë Shkodër paraqitet më e përmirësuar krahasuar me një ditë më parë. Sipas monitorimit të vazhdueshëm gjatë natës dhe orëve të para të mëngjesit, në disa nga zonat e prekura është konstatuar rënje e nivelit të ujit. Në zonën e Obotit, niveli i ujit ka pësuar ulje me rreth 10 cm. Aksi rrugor që lidh fshatin Obot me rrugën kryesore vjon të ketë prezencë uji rreth 100 cm, ndërsa mbetet në monitorim të vazhdueshëm. Mjetet e Bashkisë Shkodër së bashku me strukturat mbështetëse se ndodhen në terren në gatishmëri të plotë për të garantuar ndihmës dhe aksesin për banorët. Varkat vijojnë të jenë funksionale për transport dhe ndërhyrje në rast të nevoje. Gjatë ditës së djeshme është realizuar furnizimi i banorëve me ndihma përmes një kamioni. Deri më tani raportohet për prezencë uji në oborret e disa banesave në Obot, po pa depërtim të ujit në brendësi të tyre. Në njësinë administrative Dajç, konkretisht në zonën Urrela-Shirç, niveli i ujit ka rënë gjithashtu me 10 cm. Vijon të ketë ujë në kanalet kulluese të tokave bujqësore, por pa rrezik për banesat. Sipërfaqja totale e tokës bujqësore me prezencë uji vlerësohet rreth 800 hektar. Është përndar kryesisht në Dajç, Velipoj, Anamalet dhe Bërdic. Autoritetet bëjnë me dije se situata paraqitet e qëndrueshme dhe në përmirësim, ndërsa monitorimi në terren vijon pa ndërprerje.